Viti i ri Kosovën do e gjej me buxhet të vjetër. Pas dështimit për formimin e qeverisë së re, shteti vetëm për muajt janar e shkurt mund të shpenzojë 2/12 e buxhetit të vitit paraprak. Kështu parasheh ligji për menaxhimin e financave publike, që përcakton kufizime në ndarjet buxhetore. Kjo masë e parakoshme për të mbajtur administratën gjallë, po konsiderohet si gjysmë paralizë financiare. Nuk mund të investohet asgjë, as në investime kapitale, rrezikon gjithashtu edhe pagat e punojësve, gjithashtu edhe pensionet dhe shtesat e fëmijëve, gjitha kategoritë. Beqiri shton se kësaj Kosova po i mbyll rrugët e kapitalit. Kjo përçon edhe një mesazh jashtëzakonisht keq te investorët e huaj, njëkohësisht edhe te investitorët tonë, gjithashtu edhe te diaspora që po pretendojnë me investu. Një njohës tjetër i ekonomisë paralajmëron dëmet të vazhdueshme në kuletën e shtetit. Një ndër shkaktarët problemeve të kryesore të këtyre të tjerë, domethënë ndikon drejt për drejt tek konsumi dhe tek shpenzimet qeveritare apo investimet në infrastrukturë, që ne e quajmë në ekonomi shpenzimet dhe investimet qeveritare. Këta janë dy indikatorë kryesorë të rritjes ekonomike. Legjislatura e 10 që pritet të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit duhet të miratoj buxhetin e vitit 2026 para fundit të shkurtit. Nëse nuk ndodh, vendi mund të mbetet i bllokuar financiarisht.